U rikthyer në studio për të vazhduar tutje bisedën me Fisnik Gjelilin, gazetar dhe po ashtu zëvendës, kryeredaktor tek portali. Përshëndetje Fisnik, shumë kënaqësi të të kem sot në studio. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Atëherë do bisedojmë në përgjithësi për të rinjt dhe lajme, mënyra se si ju servohet, si qëndron marrëdhënia, le të themi momentalisht mes të rinjve dhe lajmit, dhe po ashtu dhe sa kanë ndikuar dhe si kanë ndikuar rrjetet sociale. Mos po anojmë ndoshta komplet nga ato më shumë. Fillojmë fillimisht të flasim pak se si e sheti marrëdhënien që ka sot të rinjt me lajmin në përgjithësi. Po realisht është një marrëdhënie e ndërlikuar sot, domethënë të rinjt me lajmet, sepse nuk është se kanë interes për të lexuar lajme cilësore, po themi, por nga ana tjetër edhe mënyra se si ju servojnë lajmet të rinjt sot janë më të prirur drejt rrjeteve sociale dhe domethënë të pak janë ata të cilat me të vërtet janë të interesuar të shohin se çfarë realisht po ndodh përtej atyre titujve apo përtej atyre fotolajmeve të cilat sot janë bërë shumë në trend, duke isha thënë, lexojnë vetëm një titull edhe aq, nuk janë të informuar në përgjithësi. Tani po flas shumica, normalisht se ka edhe përjashtime, mirë po shumica nuk është se ju interesojnë aq shumë lajmet, por nga ana tjetër edhe mënyra e cila se si ju servojnë janë më të prirur zakonisht që të lexojnë lajmet të cilat nëse mund t'i quajmë lajme ato, sepse kanë edhe lajme në fund të ditës, janë vetëm disa tituj senzacionalist, të cilët në fund të ditës nuk ju shërbejnë atyre për asgjë, që ndoshta në fund të ditës se janë të informuar dhe që të nesërme ndoshta të marrin një vendim të mirë menduar dhe të informuar për çështje të rëndësishme të cilat i rrethojnë ato. Ka përjashtime, mirë po situata në përgjithësi është alarmante, fatkeqësisht do kisha thënë. Do jam më të distancuar me lajmin në përgjithësi dhe me gazetarin. Po, këtë dua ta them pikrisht, sepse nuk është se ju intereson kjo fushë shumë, edhe nuk janë të informuar në përgjithësi për çështje shumë të rëndësishme, domethënë po flas edhe nga përvoja në terren, por edhe nga bisedat e përditshme me miq të cilët i kemi nëpër tavolina, sepse ulemi diskutojmë, ka ndodhur diçka shumë e madhe, ndoshta qoftë ajo brenda vendit apo jashtë vendit, politika globale apo çfarë do qoftë, çështje me të vërtet të rëndësishme dhe ata nuk ja kanë haberin fare, thënë ua kur pas ka ndodhur kjo ose të tjera. Thua faji qëndron tek rrjetet sociale në përgjithësi për shkak të themi që shumica nga ne vetë kanë probleme me vëmendjen apo kur na serviret diçka, një video apo një lajm pak më i gjatë, parapëlqejmë tani gjëra pak më të shkurtra që le të themi thjesht scroll për një kohë shumë të shkurtër ndoshta, apo duhet gazetaria tradicionale t'i përshtatet pak më shumë të rinjve dhe mënyrën se si ju servon lajmet? Edhe kjo është një aspekt i ndërlikuar, sepse janë shumë hallka të cilat na sjellin në këtë gjendje, mirë po arsyeja kryesore është se si shoqëri, edhe gjeneratat më të vjetra nuk është se kemi një edukat mediatike shumë të madhe, domethënë edhe niveli i edukimit mediatik nuk është në nivelin e dëshiruar dhe pastaj ajo transformohet, sepse shoqëria po evoluon, teknologjia po evoluon dita ditës dhe duhet të gjenden mënyra alternative që lajmi, qoftë kjo nga media tradicionale, qoftë kjo nga mediat online apo nga mediat e shtypura, që të arrijë jo vetëm një target grup apo një moshë të caktuar të masës, por ajo të gjenden mekanizmat për që lajmi në fund të ditës të arrijë edhe tek një person atje në ndonjë fshat malor i cili nuk i ka ndoshta qasjen e njëjtë si një i ri, qoftë ai 20-18 vjeçar apo një nxënës i shkollës fillore apo një nxënës i shkollës së mesme, dhe mendoj se në përgjithësi poshtë lart kjo është. Si mendon ti çfarë duhet bëjmë në mënyrë që të kemi le të themi një nivel mediatik në nivel më të dëshiruar, të informohemi më mirë, të jemi më të qasshëm faktikisht në lajmet të vërteta apo të mirë të verifikuara, të fakte dhe jo të trilluara apo dezinformata? Unë mendoj se një ndër elementet kryesore apo zgjidhja kryesore është të investohet në edukimin mediatik, qoftë kjo futja në kurrikulat shkollore, fillimisht qoftë kjo ndoshta duke filluar me informata me kurrikula apo plan programe më të thjeshta që nga shkolla fillore, pastaj shkolla e mesme, që në fund të ditës pastaj ato pak a shumë do ta kenë një farë balansi, se din të bëjnë dallimin se çfarë është një lajm i mirë dhe çfarë është një lajm i keq, dhe në ndërkohë me evoluimin e gjeneratave, domethënë do të arrijmë një edukim mediatik më të lartë dhe e njëjta domethënë do të bartet në gjeneratat e reja, sepse nuk mund të
mendoj se të investohet është më lehtë në gjeneratat e reja sesa në gjeneratat e vjetra, të cilat sot edhe ato, domethënë, kanë qasje në informacion, në teknologji, në për rrjetet sociale, mirë, po nëse duam të krijojmë një shoqëri më të përgatitur mediatikisht, e cila në fund të ditës do të ndikojë edhe në nivelin e përditshëm të shoqërisë, sepse ndoshta mediat janë krijojnë opinionin publik dhe në fund të ditës qytetarët në të shumtën e rasteve marrin vendime apo qoftë kjo kur janë edhe votimet apo gjërat e tjera nga ajo se çfarë ju servohet atyre në media. Dhe nëse ata nuk dinë ta bëjnë dallimin midis një informate të mirë dhe një informate të keqe apo një informate çfarë është e saktë dhe një informatë që nuk është e saktë, atëherë në fund të ditës ata nuk do të marrin vendimin e duhur apo mund të marrin vendime të gabuara shpeshherë dhe rezulton që shpeshherë edhe të rinjt janë shumë prej dezinformatave, të cilat po ju servohen në rrjete sociale zakonisht nga disa pseudomedia apo pseudoportale, të cilat janë të vetëquajtura media, mirë por në fund të ditës nuk e kryen rolin për të cilin ata dalin në publik se e bëjnë dhe rezultati i kësaj domethënë shpërndajnë shumë të pavërteta, shumë informata të pasakta, të cilat në fund të ditës arrin edhe te të rinjt, por edhe tek të moshuarit dhe ata mendojnë se ajo është e vërteta dhe në fund ndonjëherë nuk dinë edhe ta bëjnë dallimin se ajo vërtet nuk është një informacion i saktë, është informacion i manipuluar, informacion i gabuar dhe informacion i re. Dhe ky dallim thua ti bëhet përmes gjithë kësaj që vetë se shpjegove, që nga fillimet në shkolla për të vazhduar tutje, le të themi, një zinxhir komplet i një procesi. Patjetër, sepse në fund të ditës kur do të marrësh një edukim të mirë, kur domethënë do t'i kesh ato bazat të dish se si funksionon media, të bësh dallimin midis asaj çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, në fund të ditës edhe ti domethënë kur do ta lexosh një titull do të mendosh dy herë se çfarë fshihet prapak këtij titulli, ndoshta a mund të jetë i gabuar apo ka teknika të ndryshme të cilat mendoj se po të futeshin në një program shkollor, në fund të ditës do të kishin një imazh më të mirë të publikut, të cilët janë më të informuar dhe më të edukuar për sferën e mediave. Fisnik, për një grup mosh apo gjenerat që mban veten me krenari le të themi më të informuar për shumë gjëra të tjera, më të vetëdijshëm, me një nivel vetëdije më të ngritur për shumë aspekte, për shumë fusha dhe për shumë problematika, pse na ndodh ky mos interesim për të verifikuar lajmet apo për të shikuar se çfarë po marrim apo çfarë po lexojmë është e vërtetë dhe e faktuar? Domethënë me evoluimin e teknologjisë edhe jeta e të gjithëve është bërë shumë më dinamike. Domethënë të rinjt sot janë më të prirur që të shohin një video të shkurtër 10, 15, 20 sekonda e cila ju tregon atyre diçka argëtuese, diçka që ndoshta nuk ka vlerë në fund të ditës. Dhe domethënë janë më të prirur drejt kësaj sfere, mirë po ekzistojnë forma dhe metoda të cilat mund të përshtaten që informacioni në mënyrë se si këto informacionet pa lidhje të arrijnë deri tek të rinjt, ekzistojnë forma dhe metoda me të cilat edhe këto lajme të cilat kanë vlerë të arrijnë në të njëjtën formë tek ata. Më qënë se dhe punon tek portalbi paka shumë e din gjendjen dhe situatën, cilat media apo lloje mediash, lloje servimi të lajmit parapëlqejnë të rinj më shumë? Të rinjt sot nuk pëlqejnë të lexojnë artikuj shumë të gjatë, ndonë se domethënë ata mund të jenë shumë mirë të shkruar, shumë mirë të investiguar, të rinjt sot preferojnë ta marrin informata në mënyrë sa më të shkurtë të mundshme. Qoftë kjo përmes një fotolajmi, qoftë kjo përmes një video të shkurtër, 10, 15, 20, maksimumi le të themi 1 minutë apo 1 minutë e gjysmë, domethënë kjo është mënyra se si ata preferojnë të marrin më tepër lajmin duke hyrë në rrjetet sociale, qoftë kjo Instagram, kohëve të fundit edhe TikToku më zakonisht, por edhe Facebooku, që më pastaj ndoshta nëse do të ngjallë ndonjë interes, do të shkojnë ta shohin edhe storyen e plot e cila është punuar, mirë po mënyra se si ata dëshirojnë që t'i marrin lajmet kohëve të fundit është kjo përmes videove të shkurtra, përmes fotolajmeve. Cilat grup mosha do thoje që janë pak më të interesuara për të lexuar lajme apo për të mirë informuar nga gjeneratat e reja? Po zakonisht nga gjeneratat e reja, nëse flasim, do kisha thënë gjeneratat do kishte qenë kjo që nga 25 lart, ndoshta janë më të pasi është edhe një moshë më të pjekur, mund të themi. Më të pjekur, ndërsa këto mosha nga 25 e poshtë sikur sipas mendimit tim, por edhe sipas përvojës time deri në këtë moment që po flasim, është kjo.
Po përmend dezinformata, përmend po ashtu të vetë quajtura media, që faktikisht nuk janë media, çfarë mund bëjmë në lidhje me këto? Sepse fundit njerëzit ndoshta edhe mund të lexojnë pak më tepër, të studiojnë, të bëjnë ato studimet research pak më tepër, më të thella të tyre personale, po fatkeqësisht rrjetet sociale dhe shumë lloj mediash të tjera i kemi të mbushura me dezinformata dhe po ashtu të vetë ashtu quajtura media. Po këtu do me thënë hyn edhe roli i vetë mediave, do kisha thënë mediave të mira afirmuara dhe mediave serioze, të cilat duhet të punojnë në këtë drejtim, duhet t'i luftojnë këto keqbërës, nëse do kisha thënë, sepse në fund të ditës mund të punojnë për t'i identifikuar dezinformatat, mund të punojnë në për programe të ndryshme, qofshin këto përmes kronikave edukuese, qoftë kjo përmes ofrimit të mundësive të ndryshme për gjeneratat e reja, për gazetarët e ri, qoftë kjo përmes trajnimeve të ndryshme, qoftë kjo përmes materialeve të ndryshme, ku ja edhe këtu do kisha përmendur ne si media, do me thënë, punojmë në këtë drejtim, ku ju ofrojmë të rinjve, qofshin këto nxënës dhe shkollave të mesme, apo studentët, praktik gazetareske, të mësojnë se çfarë është gazetaria, në fund të ditës është praktik me pagesë. Në fund, pastaj kemi një podcast për të rinjt, ku ata do me po flasim në këtë moment dhe për portalin, apo? Po, për portalin po flasim. Çfarë mund të bëjnë tjetër? Mund të organizojnë takime të ndryshme me të rinjt, ku do me thënë të informojnë ata për gjithë këto problematikat të cilat i diskutuam dhe që e bëjmë ne realisht, edhe disa media të tjera e bëjmë, me theks të veçantë, do me thënë, e kemi edhe në programet tona, të cilat synojmë në fund të ditës që të krijojmë një gjenerat të re më të edukuar dhe më të mirë informuar për median, gazetarin dhe rëndësinë që ajo luan në një shoqëri, sepse jo më kot është edhe pushteti i katërt që edhe shohim interes apo interesim nga të rinjët që të jenë pjesë e këtyre qoftë workshopeve apo praktikave të ndryshme. Realisht ka interes, mirë po unë do kisha thënë se nuk është në nivelin e dëshiruar për shkak të gjitha arsyeve të cilat vetëm se i diskutuam, mirë po ka të interesuar, ka të rinj të cilat duan të punojnë në këtë fushë dhe shfaqin një interes dhe një përkushtim të madh, mirë po nga ana tjetër shumica çalon, domethënë nuk është se është në nivelin e dëshiruar. Këta titujt senzacional, këto fotolajmet shpeshta dhe të shpejta që na nxjerrin, thua burojnë të gjitha vijnë si pasojë si rezultat i anës financiare apo kemi dhe arsye të tjera? Kjo varet nga vetë mediat, në thonjza, të cilat po i plasojnë këto, në të shumtën e rasteve është edhe për përfitime financiare, në raste të tjera është kjo për të arritur, ku ta di unë, një X qëllim për të cilin është e krijuar ai portal apo ajo media, dhe në fund të ditës nuk i shërbejnë opinionit publik dhe nuk është se ka diçka të mirë që fshihet. Nuk shërbejnë atë çfarë duhet faktikisht të servirin media. Absolutisht po, domethënë dhe e çuditshme është se domethënë këto tituj shpërndahen më njëherë në masë të madhe, arrin deri tek audienca dhe në fund të ditës domethënë sikur janë një farë barriere midis publikut edhe lajmeve të mira. Në mes është sikur një kufinë, thojza do kisha thënë, këto lajmet senzacionaliste, këto titujt bombastik që nuk i shërbejnë askujt në fund të ditës, interesi publik aty është zero. Mirë po edhe ne si popull jemi të prirur që ti klikojmë ato tituj vetëm për të parë se çfarë ka thënë ky apo ka thënë ai. Se ajo fatkeqësisht na tregon edhe nivelin për të cilin qëndrojmë. Kur jemi tek dezinformata dhe këto tituj senzacional dhe po ashtu fact-checking, le të themi, i lajmeve të vërteta, sa është e vështirë të bëjmë, domethënë, të faktojmë lajmet, ne si popull, domethënë, jo ju që punoni në media, ne që punojmë në media, jo gazetarët, po një njeri thjesht që merr telefonin dhe dëshiron të faktojë nëse ai lajm është i vërtetë apo jo, të verifikojmë. Është shumë e thjeshtë, mjafton që të shihen disa burime të ndryshme për të parë se është apo nuk është i vërtet. Mund të shohim nëse ai lajm është shpërndarë nga më shumë media, të kontrollohet mënyra se si është e shkruar, të shihet konteksti, sepse sot, domethënë edhe mënyra se si lajmet e pavërteta plasohen ka avancuar në
në një stat tjetër, domethënë, nëse para 2-3 viteve flisnin për lajme të reme të një lloj natyre tjetër, sot ata kanë evoluar edhe është ndoshta edhe më e vështirë për ti faktuar, por ekzistojnë forma dhe metoda të ndryshme të cilat mund të verifikojnë. Nëse shoh një titull të dyshimt, mendo pyetje veten tjetër. Pse, domethënë, autori e ka shkruar këtë titull? A korrespondon ai titull me përmbajtjen të cilën e lexon? Kush fshihet, a ka autor ai lajm, në çfarë kohë është botuar, në cila media e ka botuar, a ka ajo media impresum, a ka gazetar, a ka kush fshihet prapa atyre, dhe ka forma dhe metoda të ndryshme që edhe vetë opinioni, vetë populli mund të identifikojë nëse janë ose nuk janë të vërteta. Mendon që gjithsesi rrjetet sociale e kanë atë anën e tyre të mirë, sidomos tek të rinjtë, të cilët janë ata që më shpesh i përdorin, le të themi qoftë TikToku apo shumë media, rrjetet sociale të tjera, që shpeshherë servirin lajme apo gjëra që faktikisht po ndodhin në botë, por që mediat, qofshin ato televizive apo të shkruara, botërore nuk i shfaqin apo nuk i japin. Rrjetet sociale janë një terren ku mund të përdoren për të mirë, po mund të përdoren edhe për të keq. Vendos vetë personi i cili gjendet prapa telefonit se për çfarë do t'i përdor. Nëse ai dëshiron t'i përdor për gjëra të mira, për të informuar mirë, për të parë sende të mira, domethënë vetë mund t'i rregulloj ato algoritmet për t'i parë. Nëse janë të orientuar që të shohin sende të kota, atëherë vetë edhe algoritmet do t'ua nxjerrin këto videot që nuk korrespondojnë me realitetin, apo që janë vetëm disa video argëtuese, bullizuese, që shfaqin ndoshta shpeshherë edhe sjellje negative, gjëra të pavlera, dhe kjo është. Përveç aspektit apo anës të marrjes së lajmit dhe po ashtu perceptimit ndaj lajmit apo gazetarisë në përgjithësi, si qëndrojmë me të rinjt dhe fushën e gazetarisë dhe interesimin e tyre kundrejt kësaj fushë? Edhe kjo është një fushë e dhimbshme, sepse të rinjt sot fatkeqësisht nuk kanë interes për gazetarinë dhe për median. Janë shumë të paktë ata të cilët vendosin të studiojnë media, dhe derisa ti përfundojnë studimet, ata vetëm se kanë përfunduar në fusha të tjera, ku shpeshherë domethënë është fusha e marketingut, sepse kohëve të fundit është krijuar edhe një përshtypje e gabuar ndaj gazetarisë dhe medias, sepse të rinjt sot mendojnë se të jesh gazetar apo një moderator është të dalësh të reklamosh një produkt apo një biznes apo nuk ku ta diun çfarë, të bëhesh një lloj influenceri, edhe vetë shpallen, vetë quhen gazetar, që është e gabuar, sepse kjo nuk është gazetaria e vërtetë. Një problem tjetër, një arsye tjetër e cila ndikon në këtë drejtim që të rinjt nuk kanë interesim për gazetarinë, është sepse media, domethënë, është edhe një ndër fushat jo shumë të paguara, jo mirë të paguara, domethënë, do kisha thënë unë, për ata që ndoshta punojnë profesionistë, sepse për ata të cilët e keq përdorin gazetarinë për të arritur përfitime të ndryshme personale apo biznesore, është një fushë e cila ju sjell shumë goxha të ardhura, mirë po nëse vendosim që t'ju qëndrojmë parimeve profesionale dhe të tjera, nuk është se qëndron mirë. Edhe pastaj, po, kjo është, domethënë, edhe mënyra perceptimi i gabuar ndaj gazetarisë që si opinion, si popull e kemi, ndoshta edhe kjo ndikon që të rinjt mos të shkojnë përtej asaj sipërfaqes, përtej atij termin gazetari, media, televizion, të shohin se çfarë me të vërtetë është gazetaria, dhe në fund të ditës përmes këtij profesioni ata mund të ndikojnë që në fund të ditës të ndikojnë për një shoqëri më të mirë, sepse përmes domethënë këtij profesioni mund të bëhet shumë nëse i njëjti punohet apo investohet në formë të drejtë dhe të duhur, mund të arrijen shumë ndryshime të mëdha, qofshin këto edhe të vogla në fund të ditës. Në fund të ditës qoftë kjo, ku ta di unë, një rregullim i kanalizimit në një lagje atje apo pastrimi i mbeturinave, sepse ne nuk po bëjmë ndonjë enciklopedi apo ndonjë fantashkencë, përballemi ende me probleme elementare, uji, mbeturinat, rrugë, gjëra bazike, dhe në fund të ditës nëse përmes punës tonë kemi arritur që t'ua zgjidhim hallin disa banorëve të një lagje që nuk kanë
nuk kanë asfalt, apo nuk kanë ujë të pishëm, apo nuk ku ta diun këto gjërat bazike, atëherë mendoj se kemi përmbushur me sukses misionin tonë në fund të ditës. Thua këto barrierat që ndoshta pak a shumë dhe mediat i kanë, po dhe vetë mentaliteti apo niveli ynë si popull, i ndalojnë sadopak të rinj që ndoshta duan përmes gazetarisë apo të sjellin gjëra të reja, por që këto barriera të vendosura shpeshherë dhe nga gjeneratat para nesh i ndalojnë sadokudo dhe marrin fusha të tjera. Po, qëndron edhe kjo si tezë, varësisht kontekstit dhe varësisht se si ata të rinj janë rritur, mjedisi ku ata janë rritur dhe çfarë është imponuar në thojza nga shoqëria, çfarë është thënë nga shoqëria, nga familja, nga rrethi në shkollë, në universitet, kudo që ata janë rritur, mirë po në fund të ditës prapë ata të rinjt nuk duhet të ndikohen nga mendimet qofshin këto të shoqërisë, të familjes, të profesorëve, ata në fund të ditës duhet ta bëjnë vetë zgjedhjen e tyre se ku duan të shkojnë në jetë, sepse është e atyre të vendosin për veten e tyre. Pa diskutim ata mund të konsultohen me rrethin, mirë po vendimin përfundimtar duhet ta sjellin ata vetë se çfarë duan të bëjnë me jetën e tyre. Dhe po si qëndrojmë neve si media që ju japim mjaftueshëm hapësirë të rinjve dhe po ashtu çfarë sjellin ata? Po, deri diku do kisha thënë, ka media të cilat ju ofrojnë hapësirë të rinjve, hapësirë për gjëra që kanë vlerë. Flasim edhe në aspektin, le të themi, të ftuar apo për t'i promovuar, por edhe në aspektin si punonjës apo t'i kenë pjesë të tyre. Po, nëse flasim nga aspekti i promovimit të rinjve, televizionet zakonisht i kanë promovuar dhe vazhdojnë t'i promovojnë të rinjt e suksesshëm, të cilët po japin kontributin e tyre për shoqërinë, ndërsa nëse flasim për aspektin se sa mediat janë të hapura për të rinjt, gazetarët e rinj, nuk do kisha thënë se flasim në përgjithësi. Nuk do kisha thënë se janë shumë, sepse ne i shohim televizionet apo edhe mediat zakonisht janë të mbushura me persona të moshës më madhore dhe figurat e reja në media sikur zakonisht nuk është se janë shumë prezente, po flasim në përgjithësi dhe që duhet pa diskutim që është kjo edhe një thirrje drejt mediave të cilat duhet që ofrojnë atyre mundësi, angazhim, ndoshta mund ta kenë të vështirë në fillim derisa ata të mësojnë, mirë për në fund të ditës të arrijnë të krijojnë një gjeneratë të re gazetarësh, sepse qëllimi është pa diskutim kjo, dhe jo që nëse ka interes ose kanë punonjës mos t'i trajtojnë ata sikur për gjëra që s'duhet, ndoshta për t'ju bler burek apo për që marrë kafe, po ti mësojnë ata, ti trajtojnë ata vërtet si gazetar, ti mësojnë si profesionist dhe si gazetarët profesionist të së ardhmes. Gjithmonë në rritje. Pse hezitojnë media thua ti kur punojnë me të rinj dhe po ashtu heziton dhe publiku ndoshta kur e shohin një person të ri në ekran kundrejt dikujt më në moshë? Pa diskutim edhe kjo, domethënë edhe perceptimi që publiku ka ndaj të rinjve, edhe kjo ndoshta në fillim nuk do ju duken shumë të besueshëm, mirë po kjo besimi nuk ndërtohet aty për aty, domethënë, nuk ndërtohet sot për nesër. Nëse sot nuk të besojnë, ke bërë një punë të jashtëzakonshme, të mirë, profesionale, nëse sot nuk do të besojnë, do dalësh nesër me një produkt tjetër të mirë, edhe nesër ndoshta deri diku, po pas 2, 3, 4, 5 herave, do me thënë, do kryosh edhe ti atë publikun tënd, atë besimin tënd, bagazhin tënd, që në fund të ditës do ja vërtetosh publikut nëse ja vlen të ndjekin apo nuk ja vlen të ndjekin, sepse në opinion ka plot shembuj, të cilët publiku i ka të gjitha llojet e shembujve, kë ja vlen ta shohin dhe kë nuk ja vlen ta shohin, dhe nëse ata preferojnë ta shohin. Është kjo njëra nga arsyet pse mediat hezitojnë, le të themi, të punësojnë të rinj apo të japin mundësi të rinjve, apo kemi edhe arsye të tjera? Po ndoshta mund të qëndrojë edhe kjo varësisht është politika e vetë mediave të cilat vendosin se si do ta kenë organizimin e tyre. Dua të rikthehemi pak tek njëra nga arsyet që japen se çfarë mendojnë të rinj të arrijnë përmes gazetarisë dhe është të bësh një blogger apo influencer dhe kështu. Pse po ndodh kjo lidhje apo ky fenomen? Po ky fenomen po ndodh për shkak se kohëve të fundit është shndruar ky fenomeni i influencerëve një nga bizneset, një nga punët biznes më fitimprurse për të rinj, duke reklamuar produkte të ndryshme, qofshin këto ku ta diun, qofshin veshje, qofshin ushqime, qofshin
bizneset të ndryshme, dhe në fund të ditës ata i bëjnë llogaritë e tyre dhe thonë hajtë se po futemi për gazetari edhe pastaj rrugës të krijojmë një publik dhe po e devijojmë të dalim atje ku është edhe qëllimi përfundimtar i tyre. Që nuk them se është gabim, nuk kam asgjë kundër influencerëve apo këtyre personave të cilat vendosin të merren me këtë punë, mirë po ta bëjnë atë në mënyrë të qartë, mos të fshihen pas petkut të gazetarisë apo të gazetarit të gazetares dhe pastaj të dalin të promovojnë komplet diçka tjetër, sepse në këtë mënyrë e minon edhe besimin ndaj medias. Ashtu. Si do shoh, po rezulton në suksesshme, të paktën për disa persona kjo lidhje, kjo qasje? Pa diskutim që po, sepse ne po i shohim tani po të hysh në ndonjë nga rrjetet sociale, nëse jo videoja e parë, e dytë, e tretë, dikun të aty do të dalin dhe është praktika tregon se po funksionon. Një nga arsyeja që ndalon të rinj të mirën me gazetari, siç e di dhe unë dhe ti e përmend, po ashtu është dhe aspekti financiar. Pse qëndrojmë si qëndrojmë thua ti? Unë çdo herë, domethënë edhe me kolegët edhe me gazetarët, me miqt e diskutoj sepse ne si gazetar çdo ditë trajtojmë problemet e të tjerëve. Problemet, ku ta di unë, në një institucion cili do qoftë ky institucion nuk ka marrë pagat edhe qohen media të gjitha është mirë ta bëjnë, sepse nuk kanë marrë pagat, kërkojnë paga dhe të tjera, dhe në fund të ditës, kur kthehemi, shohim se domethënë shumica e mediave në vendin tonë, domethënë punonjësit mediatik nuk trajtohen ashtu siç duhet, marrin paga të ulta, jo të kënaqshme, mënyra se si ata trajtohen në punë dhe këtu domethënë çdo herë pyes veten edhe kolegët gazetar pse nuk ekziston një organizim më i mirë i vet gazetarëve, i vet shoqatave mediatike të ngrihen edhe ata në një protestë masive do kisha thënë, sepse ashtu siç i trajtojmë edhe problemet e të tjerëve, i trajtojmë edhe problemet e profesionit e fushës tonë, sepse në fund të ditës mendoj se mund t'i zgjidhim përmes një organizimi më të mirë të vetë gazetarëve, të vetë shtëpive mediatike, të shoqatave të ndryshme, sindikatave të gazetarisë, dhe mendoj që duhet, është koha që edhe në këtë fushë të qohen edhe të qohemi, sepse edhe ne jemi pjesë e kësaj, që ndoshta për ata kolegë të cilët nuk kanë trajtimin e duhur dhe nuk paguhen ashtu siç duhet për mundin të cilin ata po e japin, në fund të ditës të marrin atë që e meritojnë. Fisnik, sepse jemi po ashtu po i afrohemi fundit, jemi pothuajse në fund, dua të di pak mbi eksperiencën tënde. I ri në moshë, sidoqoftë me përvojë një bagazh të madh tashmë në gazetari, po ashtu edhe me një çmim të fituar së fundi për cilin të përgëzoj. Edhe na thuaj pak mbi eksperiencën tënde dhe po ashtu fitimin e fundit për këtë çmim, ndjesinë edhe ndoshta një lloj shpërblimi për gjithë punën e palodhshme që e bën si gazetar. Po, domethënë do kisha thënë se me punë arrihet, sepse edhe unë dikun të gati 5 vite kam filluar të merrem në mënyrë profesionale me këtë profesion, edhe gjatë këtyre 5 viteve e shoh se domethënë kam krijuar, jam ndërtuar në mënyrë profesionale ndër vite në këtë profesion dhe mendoj se nëse tregon punë, nëse i përkushtohesh profesionit, domethënë edhe rezultatet në fund të ditës janë të dukshme. Çmimi domethënë erdhi në mënyrë të rastësishme do kisha thënë, sepse viteve të fundit unë kam aplikuar për këtë çmim, sepse shoqata e gazetarëve çdo vit ka që ndan disa çmime, edhe vitet e kaluara pa ta aplikuar për këtë çmim me shpresën se do ta fitoj në fund të ditës. Edhe këtë vit kur e pash aplikimin thash nuk është se do aplikoj, sepse nuk është e thënë në fund të ditës që ta marr këtë çmim. Edhe aty diku ditën e fundit, domethënë kur mbillej aplikimi, thash se po ta provoj vetëm të figuroj aty se kam punuar diçka të mirë. Edhe shpresa domethënë i kisha jo zero, po ndër poshtë zeros. Dhe kur më erdhi informata normal se u gëzova pa diskutim, sepse në fund të ditës edhe ajo është një vlerësim shtesë për punën që kemi treguar në vitin e kaluar dhe ishte një moment i bukur. Është një shtys për në vazhdim? Patjetër që është një shtys, sepse të motivon edhe më shumë, që ndoshta nëse sot ke bërë një artikull, ku ta di unë, të mirë, është një shtys që nesër ta krijosh një artikull edhe më të mirë. Edhe mendoj se duhet të ketë edhe më shumë kështu çmimesh, sidomos për
gazetarët e ri, për tema më rinore, që në fund të ditës t'i motivojnë ata që të punojnë, që t'i futen kësaj rrugë, sepse motivimi është një nga këta që studiojnë biznes, marketing, apo e din më shumë se motivimi është një nga shtysat kryesore për të arritur një sukses, apo për të arritur qëllimin në fund të ditës. Kemi mjaftueshëm tema që thua rinore, ndoshta tema për të rinj të cilat dhe nuk preken mjaftueshëm, apo nuk diskutohen. Patjetër, në kryetitujt e mediave, zakonisht ato tradicionale shumë pak flitet për të rinj. Do me thënë, flitet ku ta di unë, ndoshta kur ndodhin këto periudha regjistrimeve, periudha e diplomimit, matura shtetërore, ndonjë datë internacionale aty këtu, mirë po problemet vërteta thelbësore të rinjve nuk është se trajtohen aq sa duhet në mediat në përgjithësi, por me efekt të veçantë në mediat tradicionale. Çfarë do ju thoje të rinjve për le të themi që duan nisin punë në media dhe si tip mesazhi? Unë do i kisha thënë nëse duan, le ta provojnë. Le ta provojnë edhe do i shohin se është një profesion i cili ja vlen të investohen. Mirë, është i vështirë, pa diskutim fillimet janë shumë të vështira, mirë po me kohë dhe me punë arrihet të ndërcohet gjithçka dhe unë mendoj se është një nga profesionet të cilat mund të jetë në vdekje klinike, sepse interesimi, siç edhe e tham, është i ulët, mirë po të rinjt duhet të zgjohen edhe ta shohin se çfarë vërtet është gazetaria, është media dhe se si ajo mund të kontribojë që në fund të ditës ne nesër të kemi një shoqëri më të mirë me kushte më të mira jetese dhe gjithçka tjetër. Falenderoj shumë dhe një herë Fisnik që gjete kohë dhe mundësi të jesh me mua, vërtet shumë kënaqësi që të kisha në studio dhe uroj të do kemi sërish së shpejti për të tjera tema. Faleminderit edhe juve, kënaqësi. E tash të dashur, do të ndjekim një kronikë që ka të bëjë më të rijat nga fushat të ndryshme qoftë të shkencës, mjekësisë, sportit, artit dhe shumë të tjera dhe rikthehemi sërish në studio.